Në 8 qershor 2026, Gjermania dhe Franca ndërpren përfundimisht punën për prodhimin e avionit të përbashkët për të cilin ishte punuar 10 vite. Jam lidhur tani në Gjermani me Auron Dodi në Deutsche Welle. Auron, përshëndetje. Projekti FCAS, avioni luftarak europian i së ardhmes, mori i fund. A mund të thuhet se ka dështuar Europa, apo vetëm një mënyrë e caktuar për të ndërtuar avionin? Çfarë ishte saktësisht projekti FCAS? Përshëndetje. Me projektin FCAS, shkurtimin për sistemin ajror luftarak të së ardhmes, kuptohet në radhë të parë një avion luftarak shumë modern evropian, i ndërtuar pa pjesë këmbimi amerikane. Kjo në fakt ishte ideja e guximshme kur u konceptua ky sistem. Për to u punua 10 vjet, deri të hënën më 8 qershor, kur Berlini njoftoi Parisit fundin e projektit përbashkët. Kjo pas një serie të gjatë mosdakordimesh. Avionin do ta ndërtonin korporatat Airbus për Gjermaninë dhe Dassault për Francën. Projektin e nisën politikisht në korrik 2017 kancelarja Angela Merkel dhe presidenti Emmanuel Macron. Njëkohësisht me programin e tankeve të së ardhmes, MGCS. Avioni dhe sistemi rreth tij synonte t'i bënte Gjermaninë dhe Francën më të pavarura nga armët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Me fundin e projektit, tani preket edhe Spanja, që ishte partnere e tretë. Pse dështoi FCAS? Gjermania dhe Franca përmendin të njëjtin shkak, por e interpretojnë ndryshe. Berlini sheh si pengues prodhuesin francez të avionëve Dassault, firmën që ka ndërtuar avionin luftarak francez Rafale. Dassault kërkoi një pjesë tepër të madhe drejtuese në projekt. Prandaj Gjermania në fund hoqi dorë nga presioni që sipërmarrjet gjermane të bënin lëshime. Parisi e pranon pengesën nga Dassault, por thelbin e problemit e shet e konkurenca industriale. Kësaj shtohet që të dyja shtetet e ngarkuan projektin me gjithë peshën e miqësisë përbashkët. Dhe pritshmëria, si të thuash, tepër romantike, nuk i rezistoi realitetit industrial evropian. A kishte edhe arsye të tjera për të grindjes në Dassault? Po, Franca donte një avion që ta ngarkonte edhe me armë bërthamore. Gjermania nuk e kishte këtë nevojë. Futja e madhe e dronëve në luftë shtroi dhe pyetjen a nevojitet më një avion i tillë që do të dilte në treg në vitin 2040. Edhe vetë ministri gjerman i mbrojtjes Boris Pistorius e pranoi. Sot një projekt i tillë nuk do të konceptohej si para 10 vitesh. Tha se nisma të mëdha si kjo kërkojnë më parë një bazë të qartë industriale, një konsorcium si për shembull Airbus, dhe jo vetëm vullnet politik. A ndihet Franca jo rehat me faktin e riarmatimit masiv të Gjermanisë? Franca druhet se do të humbas e përsin ushtarake ndaj Gjermanisë. Boshti i vjetër gjermano-francez mbështetej në një ndarje të qartë rolesh. Franca mbante peshën ushtarake, Gjermania jepte fuqinë ekonomike. Riarmatosja gjermane tani e ndryshon këtë ekuilibër. Shefi i shtabit të përgjithshëm francez, generali Fabien Mandon, paralajmëroi se brenda 5 vitesh Franca rrezikon të mbetet prapa Gjermanisë. Në vitin 2022, kur nisi lufta në Ukrainë, të dyja vendet shpenzonin thuajse njësoj për mbrojtjen. Por deri më 2029, buxheti ushtarak i Berlinit do të rritet dhe do të bëhet 2 fishi i atij të Francës. 150 miliard euro në Gjermani përballë 84 miliard eurove në Francë. Jo zyrtarisht një ushtarak francez i lartë e ka quajtur këtë thjesht të paimagjinueshme. Megjithatë nuk është fjala për një kërcënim. Në Paris askush nuk e quan Gjermaninë rrezik. Bëhet fjalë për status dhe për shqetësimin se Gjermania po rende vetme përpara. Berlini po investon shumë, edhe në hapësirë, ndërsa Parisi, që nuk i ka sot fondet e Gjermanisë, druhet se në plan afatmesëm do të mbetet prapa. Po Gjermania ndihet gjithashtu jo rehat me Francën në pikpamje ushtarake, kanë fjalën. Këtë nuk mund ta konfirmoj. Buxheti i madh ushtarak i jep industrisë gjermane vetbesim dhe peshë të jashtëzakonshme. Veç kësaj, jo të gjithë në Evropë i mbështesin frikrat franceze. Në Poloni, për shembull, shumë e shohin pozitivisht një ushtri gjermane më të fortë. Janë më të shumtë ata që e quajnë përfitim se ata që flasin për rrezik. Cilat janë hapat e tjerë që do të ndërmarrë Gjermania tani? Gjermania do të vazhdojë të përdorë avionin Eurofighter dhe synon të shpëtojë atë që ka mbetur nga projekti i avionit, po kërkon partner të rinj për ta ndërtuar avionin.
Deri në korrik do të paraqitet një plan. Gjermania ose do të hyjë në programin GCAP, që ndërton avionin konkurrent të së ardhmes të britanikëve, italianëve dhe japonezëve, ose do të nisë një bashkëpunim me prodhuesin suedez Saab. Gjermania synon të ketë rol qendror në ndërtimin e këtij avionin modern, tepër të shtrenjtë dhe të ndërlikuar. Njëkohësisht, ministri gjerman i mbrojtjes Boris Pistorius paralajmëroi se nuk duhet vënë në pikpyetje i gjithë partneriteti gjermano-francez për shkak të një projekti. Ka drejtime të tjera, ku boshti Berlin-Paris mund të kontribuojë për Evropën. Kujtojmë për shembull samitin e fundit të Bashkimit Evropian, kur ishin Berlini dhe Parisi që u ofruan shtetëve të Ballkanit një afrim gradual në Bashkimin Evropian. Shkurt, histori nga e kaluara është avioni i përbashkët, jo partneriteti gjermano-francez. Po, në të ardhmen ai ndoshta do të jetë një partneritet më i matur. Kjo e bën edhe më të qëndrueshëm. Mirë, faleminderit Aron Dodi.